Shqipëria I dha fund ëndrrës për të marrë pjesë për herë të parë në botror dhe ky eliminim erdhi në mënyrën më të dhimbshme për kuqezinjt. Skuadra e drejtuar nga Silvinjo zhvilloi mbrëmjen e së entës një ndeshje shumë të mirë në Varshavë, e madje pati rastet më të mira për të shënuar, për të mbyllur ndeshjen dhe për t'u larguar me kokën lart nga kjo sfidë. Megjithatë, rastet e humbura kushtuan shumë dhe përveç eliminimit, nxorën në pa probleme të shumta të skuadrës sonë, duke nisur që nga mënyra e drejtimit, te menaxhimi I lojtarëve apo edhe vetë qasja e skuadrës në fushë. Ndeshje të tilla nuk të falin dhe nuk të japin mundësinë për të përmirësuar diçka për të ardhmen, duke qenë se vetë formati I këtij kompeticioni nuk e lejon diçka të tillë, sepse bëhet fjalë për ndeshje teke dhe me eliminim direkt, ku çdo gabim është fatal, apo çdo gol është historik. Nëse deri më tani, Silvinjo ka qenë një nga trajnerët më koherent që ka pasur Shqipëria, ndeshja me Polonin ishte ajo që vërtetoi të kundërtën, dhe asgjë nga ato që është thënë deri më tani në konferenca apo në intervista nuk ka rezultuar të jetë fakt. Paradoksi I Silvinjos. Pse mungon Muçi? Pse mungon Mehmeti? Pse nuk I jepet hapësirë të rinjve? Kjo pyetje është bërë shpeshherë në konferencat e shtypit për trajnerin brazilian, I cili përveç faktit që shpeshherë driblon shumë mirë pyetjet, përgjigjet duke dhënë garanci mbi faktin se I jepet hapësirë lojtarëve që janë gati, atyre që bindin dhe nuk ka kohë për eksperimente. Diçka e tillë e ka shoqëruar gjatë gjithë kualifikuesve të botrorit dhe përderisa arriti ta kualifikonte skuadrën si vendi I dytë në grup, ndoshta zgjedhjet e tij I kanë dhënë të drejtë. Por kjo e drejtë ka një kufi dhe këtë kufi e tregoi ndeshja me Polonin. Në një ndeshje të vetme, Silvinjo ka thyer çdo parim që kishte deri më tani si trajneri kombëtares, çdo rregull që kishte vendosur dhe nëse nuk kishte kohë për eksperimente, ndeshja me Polonin ishte më e gabuara e mundshme për të provuar. Në mbrojtje, u afrua Bujar Plana, një mbrojtës që e njeh mirë futbollin polak dhe luan titular atje, megjithatë nuk I u dha asnjë minutë. E djafta e mbrojtjes ju besua Hysajt, I cili këtë sezon ka minuta me pikatore në serina italiane dhe mungesa e gjendjes fizike ka qenë e jashtëzakonshme. Megjithatë, Shkodrani bëti mirë në aspektin personal, duke I sikur ka luajtur me javë të tëra, edhe pse goli u psua pikërisht nga zona ku ai duhej të markonte. Reparti më I çuditshëm, padyshim ishte sulmi, dhe thuajse nuk funksionoi në asnjë minutë, përveç faktit që Hoxha shënoi një gol fal gabimit personal që bëri mbrojtësi polak. Myrto Uzuni ka luajtur si sulmues I majt me kuqezinjt dhe shpeshherë është zhvendosur në majën e sulmit, por Silvinjo, të cilit nuk I pëlqejnë eksperimente, këtë ndeshje e zhvendosi në të djathtë, aty ku për 90 minuta ishte thuajse inekzistent dhe nuk rrezikoi asnjëherë portën e polakëve. Qendra e sulmit ju besua një mesfushoni që ashtu si Hysaj, këtë sezon ka minuta me pikatore dhe hera e fundit kur ka luajtur ndeshje të plota, kanë qenë aktivizimet me Shqipërinë. Dhe pikërisht në këtë repart që duhej mbuluar nga Bajrami, me shpresën se nuk shpërdoron, ai humbi shansin e artë kur ta bërë ndeshjen 2-0. Mesfushori që për Silvinjo duhet ishte sulmues, nuk arriti të shënonte nga zona e 5 metrëshit, atë rast që është më e lehtë ta realizosh se sa të dërgosh topin jashtë porte. Kjo zhvendosje nuk ka justifikime duke qenë se alternativat në këtë repart nuk mungojnë. Për më tepër, shumë lojtarë që nuk morën ftesën për në kombëtare janë duke bërë mirë më klubet e tyre, dhe pse duhet që në ndeshje kaq të madhe t'i besohet një lojtar I pa minuta e për më tepër jashtë pozicionit të tij natyral. Një tjetër eksperiment nga ata që Silvinjos nuk I pëlqejnë ishte aktivizimi I Stavro Pilos. Mbrojtës kuqezi që debutoi me fanelën e Shqipërisë u aktivizua në pjesën e dytë dhe çuditërisht në një ndeshje historike ku nuk lejohen gabimet dhe eksperimentet, Pilo erdhi si sulmues krahu. Si I tillë, gaboi I vetëm përballë portierit, duke na hequr edhe një tjetër rast për kualifikim. Por a kishte alternativa të tjera në krah trajneri Silvinjo për të mos u detyruar të improvizojë? Sigurisht që po. Anis Mehmeti, që po shkëlqen në kampionatin anglez, mund ta bëjë shumë mirë sulmuesin e krahut, dhe pak ditë më parë, vetë Silvinjo u shpreh se e sheh si winger, por forma e Mehmetit, golat shënuar dhe asistimet e dhëna nuk mjaftojnë për të luajtur me Shqipërinë. Diçka e tillë erdhi në dyk me Ernest Muçin, lojtarin më në formë të momentit. Mesfushori me tipare sulmuese u aktivizua vetëm në minutën e 82, kur mund të bënte ndoshta diçka me cilësi individuale, duke qenë se kuqezinjt kishin psuar 2 gola, gjendja fizike ishte e dobët dhe morali ishte rënë në tokë. Dhe nëse Silvinjo gjithmonë ka thënë se nuk ka kohë për eksperimente, koha për të eksperimentuar ishte më e gabuara e mundshme duke qenë se na kushtoi kualifikimin.